Janari do të sjellë qytetarëve fatura më të lira për energjinë elektrike. Komisioneri në Komisionin Rregullator për Energjetik Faton Ambari thotë se ulje do të ketë në komponentën për distribuim të energjisë dhe atë në tarifën për shpërndarje të elektrodistribuimit me 3,64%, tarifës së transmetimit nga MEPSO 2,67% dhe tarifës së shërbimit MEMO 3,4%. Sipas Ambarit, performanca e operatorëve të shpërndarjes, transmetimit dhe operimit të tregut toleron ndikimin në ulje të çmimit. Që mos ketë hamendësi dhe paqartësi, duhet të theksojmë për opinionin publik se vetë fatura që marrin abonementet familjar është e përbërë nga dy komponenta. Njëra komponent është për çmimin për furnizuesin, të cilën fjalën e fundit e ka Evana Home, ndërsa pjesa e dytë është komponenta e distribuimit të energjisë elektrike, të cilën fjalën e fundit e ka Komisioni Rregullator i Energjetikës. Dhe në përputhje me metodologjinë rregullatore për përcaktimin e tarifave të rjetit, nga 1 janari do të hyjnë në fuqi tarifat e reja të miratuara për operatorët e sistemit të shpërndarjes, të transmetimit dhe të operimit në treg. Pas një analize të detajuar të kostove të justifikuara, planeve investuese, performansës operative dhe parametrave rregullator, pra disa indikator ekonomik, Komisioni Rregullator i Energjetikës miratoi këto ndryshime tarifore. Mundsoi uljen e tarifës së shpërndarjes në nivel për 3,64%, uljen e tarifës së transmetimit në nivel për 2,67% dhe uljen e tarifës së shërbimit të operatorit të tregut në nivel për 3,4%. Këto ulje do të reflektojnë në optimizimin e kostove operative, rishikimin e humbjeve të planifikuara dhe harmonizimin e bazës rregullatore të aseteve me investimet reale dhe të planifikuara. Ndërsa sa i përket çmimit të furnizimit, ata siç e theksova edhe më lart, është kompetencë çmimit të përcaktimit nga ana e Evana Home, furnizuesit universal, mirëpo kjo bëhet në mbikëqyrjen dhe monitorimin e plot të Komisionit Rregullator të Energjetikës. Faktikisht përcaktimi i çmimit bëhet nga Evana Home, i njëjti sillet në Komisionin Rregullator të Energjetikës. Pas verifikimit, analizës, përcaktimit dhe vlerësimit të analizave të këtyre përmasave dhe indikatorëve që ata e kanë përcaktuar, Komisioni Rregullator i Energjetikës do të vlerësojë a është në përputhje apo jo me këta parametra. Ndryshime tarifore për performancën e operatorëve të shpërndarjes, të transmetimit dhe atij të operimit të tregut. Faktikisht në gjuhën që të jetë më e kuptueshme bëhet fjalë për elektrodistribuimin, për MEPSon dhe për MEMO. Komisioni Rregullator i Energjetikës faktikisht, siç e theksova, pas këtyre analizave, kostove operative që janë shumë të rëndësishme se si kanë gjatë vitit të kaluar kanë funksionuar këto kompani, rishikimit të humbjeve të planifikuara, si dhe harmonizimin të bazës rregullatore, vendosi që këtë vit të ketë ulje të tarifës së shpërndarjes, distribuimit të energjisë, të transmetimit dhe të shërbimeve të operatorit të tregut. Faktikisht u vlerësua dhe u pa e arsyeshme që të bëhet kjo ulje në këto përmasa, siç e theksova edhe më lart. Ambari i siguron qytetarët se nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Ndërprerjet eventuale mund ndodhin për shkak të mbingarkesave të trafostacioneve, por jo për shkak të mungesës furnizimit nga ana e operatorëve energjetik. Këto ditë faktikisht operatori furnizuesi universal hapi një tenderim ku në bazë të nevojave të veta paraqiti bilancin energjetik, i cili është i nevojshëm për mbulimin e gjithë sezonit me energji elektrike në nivel qendror, në nivel shtetëror. Në këtë tenderim është paraqitur kompania gjeneruese e energjisë elektrike, e cila faktikisht qytetarëve u garanton që do të ketë një funksionim të qëndrueshëm me furnizimin me energji elektrike. Qytetarët duhet të krijojnë veti kursimit të energjisë elektrike, thot Ambari, pasi që tarifa e lirë që praktikohet në vendin tonë ka çmim të përgjysmuar me çmimin e energjisë elektrike që paguhet në bllokun e parë. Tarifa e lirë ditore është praktik vetëm në vendin tonë, shton Ambari. Andaj duhet të praktikojë që konsumin e energjisë elektrike ta bëjmë në këtë orar. Që të jetë më e akceptueshme, më e pranueshme, e kapshme për
opinionin publik, duhet të theksoj që tarifa ditore e lirë është në intervalin kohor nga ora 13 deri në ora 15, ndërsa në intervalin e natës është nga ora 22 deri në ora 07, ndërsa ditën e diel është 24 orë. E potencoj edhe një herë, duhet të kemi parasysh se energjia e lirë ditore normalisht që ka një kosto shumë më të lirë nga energjia e shtrenjtë ditore. Faktikisht nëse bëjmë një përllogaritje të parafort me bllokun e parë tarifor, është diku gjys për gjys. Faktikisht nëse diku 4.4, këtu është 2.1 edhe është shumë e lavdishme që të konsumohet energjia elektrike në këtë interval kohor. Këtë e them me një intencë tjetër, pasi shumë abonent familjar duhet i ndryshojnë edhe shprehit e konsumit të energjisë elektrike. Faktikisht të gjithë pajisjet elektroshtëpiake, përgatitja e ushqimit të bëhet në këto intervale kur energjia është me tarifë të lirë. Faktikisht çdo kosto, çdo fakturë në nivele më të ulta është e mirëseardhur për secilin abonent familjar. Tarifën e lirë ditore në rajon e aplikojmë vetëm këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe një pjesë e Bosnjës. Faktikisht në asnjë shtet tjetër të rajonit dhe më gjerë nuk ka tarifë të lirë ditore. Mirëpo duke i parë analizat, duke i ndjekur trendet, duke i ndjekur edhe bursat, siç janë ata referente dhe të rajonit, shohim që për momentin nuk ka hapësirë edhe për një orë shtesë tarifës së lirë ditore. 33% të çmimit përfundimtar përbëhet nga sistemi shpërndarjes. Tarifa për transmetim përbën 4% të çmimit dhe me 0.19% në çmimin përfundimtar ka edhe Memo. Sipas KRA-s, në vazhdim mbetet që furnizuesi universal Even Home të bëj përllogaritjet e reja të çmimeve dhe të publikojë të njëjtat, sigurisht në motorimin ton, thon nga KRA.